Përshëndetje, jeni me edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Tensionet në lindjen e mesme pas sulmit të SBA-s e Izraelit në Iran do të zënë pjesën kryesore të zhvillimeve në edicionin qendror të lajmeve. Por fillimisht do të ndalemi në takimin që pati kryeministri Albin Kurti me kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza sa i përket çështjes së presidentit. Dhe këtë zhvillim e kanë ndjekur nga afër kolegja Valmira Hoti, të cilën e kemi tani drejt për drejt. Valmira, përshëndetje nëse po më dëgjon. A u arrit ndonjë marrëveshje nga takimi Kurti-Hamza? Po, tash në takimin ndërmjet kryetarit të lëvizjes vetëvendosje, kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje rreth emrit konkret për presidentin e ri, pra pa një pajtueshmëri rreth kësaj çështjeje. Ishte pra risi në këtë takim që PDK-ja i ka bërë ofertë lëvizjes vetëvendosje, konkretisht pra Kurtit, që emrin për president ta propozoj vetë Partia Demokratike, por që në këtë rast nuk ka marrë një përgjigje konkrete nga lëvizja vetëvendosje, e cila në takim ka thënë që se PDK-ja propozon një emër, atëherë edhe vetëvendosje do ta propozoj një të tillë. Pas takimit që zgjati rreth 1 orë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, kryeministri Kurti, tha që e vlerëson do të thotë ofertën e Partisë Demokratike të Kosovës dhe gatishmërinë e saj për të bërë zgjidhje për çështjen e presidentit, por që sipas tij tashmë kur nuk ka do të thotë një marrëveshje politike, një kandidat konsensual, atëherë mbetet që të ketë një kandidat partijak, pra që partitë propozojnë kandidatët e tyre. Por që i pyetur nëse ka një emër konkret lëvizja vetëvendosje për të parin e shtetit, Kurti tha që ende nuk janë përcaktuar për emrat përveçshëm. Ai tha që për këtë çështje do diskutojnë më shumë në mbledhjen e nesërme të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes vetëvendosje, ku ndër temat e tjera pra do të jetë edhe çështja e presidentit, e cila ka edhe pak ditë kohë që të zgjidhet, pra deri të mërkurën e javës së ardhshme. Derisa në deklarimin e tij, kryetari Bedri Hamza në një konferencë për media në selinë e Partisë Demokratike, tha që i mbetet Kurtit pra që të reflektoj dhe që të analizoj ofertën që ja bëri, pra që emri i propozuar për president të jetë nga Partia Demokratike e Kosovës, duke thënë që kjo parti tashmë e ka përmbyllur ciklin e saj të angazhimit rreth kësaj çështjeje, pasi që nuk mund të bartë përgjegjësi që i takojnë sipas Hamzës shumicës parlamentare, në këtë rast lëvizjes vetëvendosje, që ta zgjidhë këtë çështje. Ai tha që PDK-ja do të vazhdojë angazhimin e saj si parti opozitare dhe që oferta pra është një ofertë që ja ka ofruar Kurtit për një kandidat të pranueshëm për të gjitha partitë politike. I pyetur nga Radio Televizioni 21 nëse Partia Demokratike e Kosovës ka një emër konkret, nëse ja ka shfaqur këtë Kurtit në takim, Hamza tha që ende nuk kanë arritur tek emrat, pra që kanë folur vetëm për parimet, por që PDK-ja sipas tij është e gatshme ta propozojë një kandidat të pranueshëm për të gjitha partitë politike, një kandidat të dinjitetshëm për pozitën e presidentit. Për më shumë detaje se çfarë në fakt ndodhi brenda takimit të zhvilluar gjatë ditës së sotme në hapësirën e kufit të Kosovës mes Kurtit dhe Hamzës, sigurisht do të ndjekim deklarimet e të dy palëve, pra të kryeministrit Albin Kurti dhe atij pra kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, derisa theksojmë që pra fati i fundit për zgjedhjen e presidentit është e mërkura 4 marsi, kur partitë pra duhet të bëjnë zgjidhje dhe që kjo çështje të merr një epilog, pra që të ketë një president të ri. Në të kundërtën, nëse në rast se nuk arrihet, pra që në 4 mars, që është afati më i largët të zgjidhet presidenti, atëherë siç e dimë, sipas kushtetutës, vendi shkon në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ndjekim tani deklaratat e kryeministrit Kurti dhe kryetarit të PDK-s Hamza. Ne kemi mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje nesër. Natyrisht që mbledhjen e nesërme nuk e kemi thirrur enkas për çështjen e presidentit të Republikës, e kemi thirrur para së gjithas për shkak se është obligim statutor i ynë kronologjik që të kemi 4 mbledhje në vit, pra çdo 3 muaj, dhe sidomos për shkak se si vjet 2026 është vit zgjedhor në lëvizjen vetëvendosje. Natyrisht do të diskutojmë edhe këtë çështje dhe duket që kur s'ka mundësi për marrëveshje politike, kur s'ka mundësi për propozim konsensual, atëherë do të kemi propozime
partijake që do të merren vesh shpejt, por emrat e përveçëm duket që shkoj edhe kjo e shtun e fundit e ditës fundit muaj shkurt pa emra konkret. Ne nuk jemi përcaktuar për emër të veçantë, ju e dini që vetëvendosja është subjekt jo veç se i gjëre i madh, por është më i madhi në Kosovën e pas luftës dhe besoj që nuk është vështirësia aty. Vështirësia do t'jetë tek hapat që na presin në vjem dhe uroj për një garë sa më demokratike, të hapur dhe natyrisht sa më parë ta kalojmë edhe këtë sfidë. Sot, në takimin e dytë, që pata me Zotin Kurti, për këtë çështje, pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, gjatë ditës, SYPDK ofrum edhe një mundësi konkrete dhe të fundit për të shmangur zgjedhjet e reja. Kërkuam që zgjedhet presidenti i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, me qëllim për të garantuar stabilitetin institucional dhe të kalimin e ngërçet politik. Si që thash, ne kemi bërë një ofertë konkrete për të kalimin e situatës. Me këtë ofertë dhe me gjithë hapat e ndërmarrë deri me tani, mund t'ju konfirmoj se nga sot Partia Demokratike e Kosovës nuk do të bëhet pjesë e veprimeve të meteme formale në kuadër të këtij procesi. Kjo është përpjekja jonë e fundit. Tani mbetet të shihet nëse shumica parlamentare dhe zoti Kurti do të reflektojnë me seriozitet për të shmangur vendit zgjedhjet e reja, apo nëse gatishmëria dhe konstruktiviteti ynë do të trajtohen si mundësi për të zhvendosur përgjegjësinë e jo si bazë për një zgjedhje themelfillë. Unë uroj që të mbizotroj e para. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli kanë ndërmarrë sulme ndaj Iranit pas paralajmërimeve të përsëritura për pasoja të rënda, nëse Teherani nuk ndal programin bërthamor dhe zhvillimin e raketave balistike. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se qëllimi është eliminimi i kërcënimit nga regjimi iranian, ndërsa u bën thirrje qytetarëve iranian të marrin në dorë fatin e vendit të tyre. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme mbi territorin e Republikës Islamike të Iranit, duke e shtyer linjën e mesme. Janë bërë 28 vjet nga masakra e Likoshanit dhe Qirezit, kur forcat serbe vranë mizorisht 24 civil të pafajshëm shqiptar. Të mbjetuarit dhe familjarët e viktimave u mblodhën për të përkujtuar 28 vjetorin e kësaj tragjedie që shënojnë një nga momentet më të dhimbshme në historinë tonë të re. Masakra e Likoshanit dhe Qirezit shënoi fillimin e luftës së armatosur në Kosovë dhe rrugtimin e vështirë drejt çlirimit. I mbjetuari Gjevdet Ahmeti rrefeu momentet e 28 shkurtit të vitit 1998, kur forcat armike të Serbisë sulmuan popullatën civile. Ai tha se rrethimi i hekurt nga forcat e Slobodan Miloševićit dhe sulmi mbi familjen e tij përfundoi me ekzekutim masiv të meshkujve të shtëpisë. Vetë Gjevdeti kishte shpëtuar pasi nuk ishte qelluar në shtëpi. Me të hyrë në familje, kuptoj se meshkujt e familjes tonë nuk ndodheshin në shtëpi, ishin marrë, dërsa une e hulumtoj për rreth shtëpi dhe vrej shumë gjurmë gjaku. I pyes familjarët se çfarë ka ndodhur, ata më njoftojnë se këtu ka ndodhur një sulm, dikun para orës 12, pikërisht në vendin ku jemi tash, dhe ka mbetur i plagosur një ushtar i UÇK-s. Familjarët tanë, babai im Ahmeti dhe Axha Nganiu, e strehojnë të plagosurin, i cili ndërkohë kishte vdekur, Recep Recepin. Pastaj, forcat të mëdha policore serbe sulmojnë me helikopter, me autoblin, demolojnë dyert, hynin, nxjerrin gjithë anëtarët e familjes jashtë, kontrollojnë të gjitha objektet në shtëpi dhe objekte tjera
ndihmëse për rreth, i maltretojnë prezencë të familjarëve, ndërsa me të diktuar për të plagosur në cili në ndërkohë kishte vdekur, i nxjerrin të gjithë meshkujt jashtë dhe i ekzekutojnë. Ekzekutimi i tyre ka ndodhur pikërisht në këtë vend ku është ngrit lapidari. Edhe Fevzi Rama vjen për ndërimet e familjarëve të tij, viktimat e Likoshanit e Qirezit, çdo 28 shkurt. Ai thotë se lagja e tij, ndonse e vogël, ka 3 të vrarë gjatë luftës, duke theksuar se kjo treve Kosovës është mbushur me varre, dëshmorësh e martirësh. Qirezi edhe Likoshani janë simbol i luftës, është simbol i në fillimit e në diçkaje, në fillimit e në diçkaje e cila nuk ka kthem mbrapa më. Na kujtojna me krenari, me dhimbje të rënët e 28 shkurtit. Sado që vitet kalojnë prap se prap, është një kohë e dhembjes, e përkujtimit, por edhe e krenarisone. Së është fillimi i një diçkaje. Fillimi i një diçkaje e cila nuk ka kthem mbrapa. Ky fillim ngartën në vete dhimbjen, ngartën në vete forcën, po ashtu ngartën në vete që liria është shumë e shtrenjtë. Në mesin e atyre që dha 2 vëllezër, madje në moshë të re për lirinë e Kosovës, është edhe Raif Kamberi, i cili po ashtu çdo vit vjen për të ndëruar të rënët e Likoshanit dhe e Qirezit. Moshën 18-20 vjeç. Do se na nuk jetojmë këtu hiç. Vendi parku nalë mas pari është këtu. Domethënë tek ta vëllezër. Domethënë çdo vit kur vjen për vjetar, është një emocion shumë i rëndë për një familje. Domethënë kemi 2 vëllezër të vrarë këtu, është shumë rënd. Masakra e Likoshanit dhe Qirezit konsiderohet si një nga ngjarjet që shënoi fillimin e hapur të luftës në Kosovë, ndërsa 28 shkurtin 1998 vazhdon të kujtohet si ditë dhimbjeje dhe krenarie për familjarët e të rënëve, por edhe për krejt shqiptarët në Kosovë e kudo që ata jetojnë. Në 28 vjetorin e masakrës në Qirez që e Likoshan, drejtues institucional e Partijak bën homazhe në këto 2 fshatra në ndërim të dëshmorëve dhe martirëve të rënë. Duke përkujtuar masakrën e Likoshanit dhe të Qirezit, presidentja Vjosa Osmani tha se gjaku i të rënëve në këto fshatra u bë thirrje për qëndres, dinjitet dhe liri si dhe themel i rrugtimit drejt çlirimit dhe shtetëndërtimit. Me 28 shkurt 1998, regjimi gjenocidal i Serbisë kreu një nga aktet më të rënda, duke vrarë mizorisht 24 banor të Likoshanit dhe Qirezit, prej të cilëve 20 civil që u shndruan e martir e 4 dëshmor të UÇK-s që ranë heroikisht në mbrojtje të popullatës civile. Kjo ishte një përpjekje brutale për ta thyer shpirtin e lirisë që po rritej në Drenicë dhe në mbar Kosovën. Në 28 vjetorin e masakrës së parë të luftës së fundit në Kosovë, kryeministri Kurti, i shoqëruar nga kryetarja e kuvendit Albulina Haxhiu dhe përfaqësues të tjerë shtetëror, bën homazhe në Qirez dhe Likoshan për të ndëruar martirët dhe dëshmorët të rënë. Pasi vendosi kurora me lule, Kurti tha se çmimi i lartë i lirisë i obligon institucionet ta forcojnë ushtrinë e Kosovës. Gjaku i tyre është tek rrënjet e lirisë, tek themelit e shtetit dhe natyrisht është kujtesë e përjetshme historike se si duhet ta mbrojmë dhe duam Republikën tonë dhe popullin tonë. Në përvjetorin e masakrës së 28 shkurtit në Likoshan dhe Qirez bën homazhe edhe drejtuesit komunal të Skënderajt dhe të Drenasit, duke e cilësuar ngjarjen si një pikë kthese në historinë e Kosovës. Filloi ajo që e dini të gjithë, në lufta është ishin të Kosovës dhe fitoria saj. Prandaj unë e kujtoj çdo ditë apo për ditë, domthonë këtë masakër sepse vërtet është një masakër që nuk e kemi pa në për vendet tjera demokratike. Kjo është një nga masakrat e para, cilat akoma nuk janë dënu ata që e kanë bërë këtë masakër dhe kjo ka tregu që kjo masakër dhe masakra tjera e ka ngrit botën demokratike që ka është bo aleat me neve. Homazhe në Likoshan dhe Qirez bën edhe përfaqësues të PDK-s. Sigurisht që është ditë dhimbje, për shkak që
janë varret e më të dashurve, është gjaku i martyrëve e i dëshmorëve, lavdia përjetshme u takon dëshmorëve të kombit, martyrëve, ndërsa respekti i përhershëm e i vazhdueshëm veteranëve të ushtrisë qeveritare të Kosovës. Masakra e Likoshanit dhe e Qirezit e vitit 1998 u përkujtua edhe nga ish-kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Në shkurt të vitit 1998, nisi një kapitull i ri i luftës sonë për çlirim. Ajo ditë historike u shënua në Likoshan e Qirez me emrat e heronjeve Beqir e Recep Recepi, Naser e Muhamet Xheli dhe shumë martirëve që pësuan nga hakmarrja e armikut edhe pse ishin të paarmatosur. Gjaku i tyre u bë dritë për lirinë që po vinte. Masakra në Likoshan dhe në Qirez, në të cilën janë vrarë 24 persona, është e para nga ato që shteti serb i ka kryer në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998 dhe 1999. Presidentja Vjosa Osmani ka dekretuar ligjin për buxhetin 2026, ka konfirmuar Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentës. Kupina tha për Radio Televizionin 21 se presidentja e ka dekretuar ligjin mbi ndarjet buxhetare për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026 të premten. Buxheti 2026 u miratua më 20 shkurt nga kuvendi. Ai ka vlerën rreth 4 miliardë eurosh. Për buxhetin votuan për 62 deputet, ndërsa 36 kundër. Buxheti nuk u përkran nga opozita, Ligji tani pritet të publikohet në gazetën zyrtare për të hyrë në fuqi. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në Maqedoninë e Veriut ka vizituar sot Tetovën, ku u prit nga kryetari i komunës Bilal Kasami. Prezidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj sot qëndroi në Tetov, ku u prit nga kryetari i komunës Bilal Kasami. Vizita përfshiu edhe shkollën fillore Liria, ku nxënësit prezantuan një program artistik, si dhe vendet historike dhe kulturore të qytetit, përfshirë xhaminë e larme, Teçen Arabati Baba dhe Universitetin e Tetovës. Begaj falenderoi qytetarët për mikpritjen dhe theksoi rëndësinë e ruajtjes së gjuhës shqipe si një lidhje unifikuese për shqiptarët. Ju përgëzojmë me zemër që përgjatë gjithë këtyre viteve ju keni mbajtur gjallë gjuhën antar, gjuhën e kombit tuaj. E keni kultivuar dhe e keni pasuruar. Të gjithë ne, sipas mënyrës tonë, sipas mundësive dhe aftësive, duhet të bëhemi misionar të shqiptarisë. Të ruash gjuhën, traditat dhe elementet e tjerë identitarë dhe t'i promovosh këto vlera ndërbreza e ndërvise është kauza jonë e përbashkët, kauza që na mban gjallë. Unë besoj se kryetari i komunës Tetovës, zoti Kasami, do të bëjë çmos që Tetova të mbetet e para e këtyre anëve, siç ishte atëherë kur hapi shkollën e parë shqipe. Kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, përshkroi vizitën e presidentit Begaj si shumë më tepër se një takim institucional. Ai theksoi se ky moment tregon lidhjen e fortë dhe të gjallë mes shqiptarëve kudo që ndodhen dhe ardheut të tyre Shqipërisë. Kjo vizitë shënon jo vetëm një takim institucional, por edhe një shprehje të gjallë të lidhjes së fuqishme që ekziston mes shqiptarëve kudo që ndodhen dhe ardheut të tyre Shqipërisë. Ne kuptojmë rëndësinë e bashkëpunimit me vendin anë si një mision të përbashkët për zhvillimin dhe ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Pas qëndrimit në Tetov, Bajram Begaj vazhdoi vizitën e tij në Gosivar dhe Dibër, ndërkaq dje ai ishte në Shkup ku zhvilloi takime me presidenten, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit, duke u drejtuar gjithashtu edhe deputetëve me fjalë rasti. Vizita e presidentit shqiptar në vend nisi 2 ditë më parë në Çashk dhe Çajër. Për informacionet më të reja mund të klikoni në portalin tonë rtv21.tv, si dhe të vizitoni profilet e Radio Televizionit 21 në rrjetet sociale. Mirupafshim.